Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Skandal. Dalin dokumentet. Donald Veshaj me kull 33 kate në Vlorë. Pritet vendimi i KKT-s. Një tjetër personazh i njohur i ekranit duket se ka vendosur të futet fuqishëm biznesit të pasurive të paluajtshme. Donald Veshaj, i bërë i njohur gjërësisht nga programe televizive dhe formati i Bigut, ka aplikuar për ndërtimin e një kulle të lartë në qytetin bregdetar të Vlorës. Sipas të dhënave dhe dokumenteve të publikuara, Veshaj është pjesë e një shoqërie ndërtimi e cila ka paraqitur një projekt madhor për miratim në Këshillin Kombëtar të Territorit, i cili drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Hapat e parë në këtë sipërmarrje nisën në mars të vitit 2024, kohë kur Donald Veshaj dhe Glenis Çobo themeluan kompaninë DGC SHPK me objekt aktiviteti të fokusuar në fushën e ndërtimit dhe investimeve. Disa muaj më vonë, në dhjetor 2024, shoqëria Ankor Investment në pronësi të Albi Shytit bleu 50% të aksioneve të kësaj kompanie për vlerën e 5.000 eurove. Tashmë të tre ortakët kanë aplikuar për një leje zhvillimi për ndërtimin e një kulle masive me 33 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë, e cila do të shërbejë si objekt rezidencial dhe hoteleri në Bashkinë e Vlorës. Shqyrtimi i kësaj kërkese ka qenë pjesë e rendit të ditës e listuar si pika 50 në mbledhjen e fundit të KKT-s, të mbajtur më 29 prill 2026. Për momentin mbetet ende e paqartë nëse projekti ka marrë dritën jeshile nga kryeministri dhe bordi i KKT-s. Për të konfirmuar miratimin e lejes së ndërtimit, pritet që Agjencia e Zhvillimit të Territorit të zbardhë dhe të bëjë publike vendimet e marra në atë mbledhje. Artikulli e vendos këtë zhvillim në një kontekst më të gjerë, duke theksuar një tendencë ku figura të njohura publike dhe artistë afrohen me pushtetin qendror apo lokal për të përfituar leje ndërtimi, privilegje apo statuse të tilla si investitor strategjik.